Në shtator të vitit 2022, një djalë 19 vjeçar me emrin Kledis, që jetonte në një lagje të njohur në Tiranë, u zhduk. Ishte parë për herë të fundit duke hyrë në ashensorin e pallatit ku banonte gjyshja e tij. Kamera e katit përdes e tregon të qartë duke hyrë brenda me telefon në dorë dhe me një çantë shpine. Por nuk kishte video ku dilte. As në katin e 5. As në ndonjë tjetër. Ashensori nuk kishte probleme teknike. Sipas regjistrit, ndaloi vetëm në katin e 3. Kur shkuan të kontrollonin atë kat nuk gjetën gjë. As kamerat e as banorët nuk kishin parë asgjë. Por një detaj doli më vonë. Një grua që banonte në të njëjtin pallat, tha se kishte dëgjuar hapa dhe trokitje të lehta në derën e saj, por kur hapi, nuk kishte njeri. Vetëm një celular në tokë. Dhe kur e ndezi ishte telefoni i Kledisit. Policia nuk gjeti asnjë provë tjetër. Rasti u mbyll si zhdukje pa gjurmë. Banorët e pallatit thonë se ai ashensor është i çuditshëm. Në të njëjtin vend, 5 vite më parë, një tjetër burr 40 vjeçar ishte zhdukur dhe kishte ndodhur e njëjta gjë. Në dyert e pallatit dikush ka shkruar me shkumës: "Nuk të çon lart të tërheq poshtë." A mendoni se disa vende thjesht nuk duan të kthejnë mbrapsht? Na lini mendimin tuaj në komente dhe abonohuni për më shumë histori të vërteta dhe të frikshme nga Shqipëria.